Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit. Jemi në kapitullin e xhamatit dhe udhëheqësisë. Dhe jemi në pikën e radhës që ka të bëjë me udhëheqësinë. Pasi që e sqaruam në emisionin e kaluar se si zgjidhet udhëheqësi tek muslimanët, tash do ta sqarojmë se cilat janë obligimet e muslimanëve ndaj këtij udhëheqësi pas zgjedhjes së tij, pra pas zgjedhjes së tij prej tyre dhe vendosjes së tij në postin e udhëheqësit të muslimanëve. Në këtë rast, muslimanët obligohen që ta kryejnë namazin me xhamat, pra siç ka qenë traditë e mëhershme, xhumajat në xhamin më të madhe në shtet, imam ka qenë udhëheqësi i muslimanëve. Po ashtu haxhin e ka udhëhequr udhëheqësi i muslimanëve. Po ashtu luftën apo xhihadin, luftën në rrugt të Allahut subhanahu wa taala kundër armiqve e ka udhëhequr udhëheqësi i muslimanëve. Prisi, pra ai të cilin muslimanët e kanë caktuar në njërën prej formave që i përmendëm më herët, e kanë caktuar si udhëheqës të tyre. Dhe në këtë rast, pra, pas vendosjes së udhëheqësit, obligohen muslimanët e tjerë që ta kryejnë obligimin e namazit, haxhit dhe xhihadit kur ata urdhërojnë pra për një luftë të tillë, që ta kryejnë pas tyre, edhe nëse të tillët janë zullumqar. Edhe nëse të tillët janë zullumqar, mirë po urdhërojnë për haxh dhe urdhërojnë për luftë kundër armiqve të Allahut subhanahu wa taala dhe u shpallin xhihad armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast muslimanët që janë në shtetin e tij obligohen që ta çojnë në vend urdhrin e tij, edhe nëse ai është zullumqar, pra në vetvete është mëkatar. Sepse këto gjëra që ky urdhëron, këto janë në përputhshmëri me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj obligohemi që ta dëgjojmë në këto gjëra edhe nëse vetë është mëkatar, zullumqar. Dhe thamë se obligimi bil ma'ruf, pra në vepra që janë sipas fesë të Allahut, obligimi ndaj tyre është që ti dëgjojmë, përderisa nuk na urdhërojnë me gjëra që janë kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe përderisa ata vet janë musliman, pra nuk kanë bërë kufër të qartë që i nxjerr prej fesë islame, prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa në momentin kur ata ua imponojnë muslimanëve që të bëjnë mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose që të bëjnë ndonjë vepër që nuk është e lejuar islamikisht, në këtë moment ata nuk respektohen. Mirë po, në obligimet tjera fetare, në kryerjen e riteve fetare, në ngritjen e shenjave të islamit, në luftimin e armiqve të islamit, në këto gjëra obligohemi që t'i dëgjojmë, përderisa nuk kanë dalë, nuk janë bërë qafira pra me kufër të qartë, edhe nëse janë zullumqar, edhe nëse janë mëkatar në vetveten e tyre, sepse thamë këto gjëra i kërkon vetë feja e Allahut subhanahu wa taala.